pse Francez dolën në veri? Në veri, pa. Mos këto planin bo ma heret. Do shtë avdasht, pa disa persona, disa individ, me qenë pak ma të kujdesshëm, ma të sjellshëm me qenë se ushtri ka qenë e pastër. Une nuk kam qenë, kanë tentu disa ushtarë të brigadës 121, fakt që i ka kidnapue forcat franceze, kjo është e vërtet, janë dëshimtarë të gjallë, po, bile pikrisht është një regjsuma, po, që i kanë edhe të tjerë. Vërtet këto shumë problem me ditat shkonin zhët fundit. Shumë problem, po vërtet tash po flas një gjë që se di. As kemi qenë gatshëm si shtabi përgjithshëm, as si shtabi zonës, apo ishin kom planet tilla. Se shtrohet pyetja, pse Francez dolën në veri? Në veri, pa. Mos këto planin bo ma heret, mos jenë bo atje në, pa, ku bon Kumanova, ku ishte, pa, marveshja, shtrohet pyetja në atë marveshje, a ishte prezente pala shqiptare, pse nuk ishin, pa, UÇK-ja aty, pa, pse nuk ish shtabi përgjithshëm, pse nuk ishte drejtoria, këto do me thonë janë enigmatike që une nuk mund pa t'i shpjegoj. Shqyqo, për si UÇK-ja ka qenë një forcë politiko-ushtarake, po një ushtëri që ka luftu për çlirim, ka luftu për bashkim, po kuptohet, nëse cilin organizat pa pas naj devijim nuk bëhet. Po, fakt, ndoshta si individ, jo larga asaj si ushtëri, se termi ushtëri është shumë e gjerë, sikur me thonë shqiptar është shumë e gjerë. Po, fakto që u dashtë me qenë ma të kujdesshëm. Flasë gjithherë si individ, flasë gjithherë si individ, ndoshta u dashtë po disa persona, disa individ, me qenë pak ma të kujdesshëm, ma të sjellshëm me qenë se ushtëri ka qenë e pastër, ka qenë një ushtëri, po, me motive kombëtare, ka luftu për çlirim, ka luftu për bashkim, ani pse ribashkimin nuk u realizue, edhe njëherë e them, ju mbetet juve, gjeneratave që vinë pas nesh, pa që ta vazhdojnë aty ku e la ushtëria çlirimtare dhe aty ku e lanë edhe brezat që ishin para nesh. Unë po bazona në filozofinë e popullit, se ka njëherë po duhet aty përmes. Populli thot, dikush i ka fjalë në gjuhë, tjetri i ka në gjep, po që me e keqja tjetri i ka në shpi. O shka është, me i pas fjalë në gjuhë. Se di sa po kuptohem. Unë e po them, dhe unë e shfaqi mendimin tim. Ndoshta su dasht me votue, atë gjykat hiq. Mos e voto. Mos e voto. Dhe shtrohet pyetja, po su votue. Ndoshta që sot si kishun pasohet prej saj. Se cila çudirë që thonë 3 ditë e kalon. Vinë do tjera që aja harrohet. Po, kështu flitet, kështu thonë, kështu pohon, po une nuk e di ashtu. A ish ba, si ish ba ashtu, që shata thonë, po, ndoshta edhe njëherë po them, po, ndoshta su dasht me votu hiq, ndoshta su dasht me votu. Dhe ne edhe pse është votu, shpresojmë që edhe ata sa ma shpejt vinë, po në shtëpiat e veta në dhënë tonë, që të lirohen. Sepse vërtet të pafajshëm. Kur të marrësh, 2 lufta janë. Lufta okupuese dhe lufta çlirimtare. Dhe çfarë lufte bëm ne? Ne bëm një luftë çlirimtare. Ne nuk bëm luftë okupuese. Ne nuk shku me okupu as një shtet tjetër, as një qytet huaj. Po ne bëm luftë që po ta dëbojmë armikun shekullor. Po, se këtu nuk o veç punë e Miloševićit. Prej viteve 1875, kur nga Toplica fillon shpërngulja shqiptarve, ne dim se 700 e sa vend banime, po kanë kënë në Toplicë.